frikacake apo e vetëdijshme? Përplasja e Ludos dhe Albës në Big Brother Kosova, shtëpia ishte më e qetë se zakonisht, por ajo qetësi ishte e rreme. Banorët ndiheshin sikur diçka po zjente nën sipërfaqe dhe nuk vonoi shumë që fjala e thënë pa mendim ta çante ajrin si thik. Ludo ishte ulur përballë Albës, me trupin pak të anuar përpara, sikur kërkonte ta dominonte bisedën. Zëri i tij ishte i drejtë për drejtë, pa filtër, dhe fjalët që zgjodhi nuk ishin as pak të buta. Ti je frikacake, i tha ai papritur. Nuk ke shanse me ju afru Dolces. Jo me ju afru. Po as me i fol. Fjala frikacake ra rënd në hapësirë. Banorët përreth ndaluan bisedat. Disa ulën syt, disa të tjerë u kthyen drejt Albës, duke pritur reagimin e saj. Ishte një nga ato momente kur kamera nuk kishte nevojë të afrohej, tensioni ishte i dukshëm në fytyra. Alba nuk reagoi menjëherë. Ajo mori frym thellë, duke e mbajtur shikimin drejt, pa ulur kokën. Brenda saj, mendimet vraponin shpejt, por ajo zgjodhi të fliste me qetësi, jo me impuls. Jo se kam frikë, tha ajo më në fund, me një zë të kontrolluar. Po se e di shumë mirë si duken gjërat nga jashtë. Ludo qeshi lehtë, një buzëqeshje provokuese. Po çka do të thonë njerëzit? E pyeti me ironi. Kjo po të ndalon. Alba ngriti vetullat. Kjo ishte pika ku ajo nuk do të tërhiqej më. Po, tha prerë. Se njerëzit nuk falin. Se nesër do të thonë, Alba është berë xheloze. Do të thonë që po futem ku s'duhet, që po e bëj për vëmendje, që s'kam dinitet. Disa banor u pan mes vete. Fjalët e saj nuk ishin dramatike, por të vërteta. Ishte zëri i dikujt që e kupton lojën jo vetëm brenda shtëpisë, por edhe jashtë saj. Ludo tunte kokën. Po ti po e pranon vet, i tha. Po jeton me frikën e opinionit. Alba buzëqeshi lehtë, por buzëqeshja e saj nuk ishte e gëzuar. Ishte e lodhur, por e vetëdijshme. Jo, u përgjigj. Unë po jetoj me pasojat e opinionit. Ka dallim. Ajo u ngrit pak nga vendi, jo për t'u larguar, por për të folur nga një pozicion më i fortë. Është lehtë me thanë shko, afrohu, fol, vazhdoi ajo. Po jo të gjithë e paguajnë njësoj çmimin. Disa etiketa ngjiten më shpejt se të tjerat. Atmosfera u rëndua. Banorët nuk ndërhynin. Ky nuk ishte debat për Dolcen, ishte debat për frikën, vetkontrollin dhe mënyrën se si gjykohen gratë në publik. Ludo u mbështet pas. Pra, sipas teje, unë po të shtyj në diçka që të dëmton? Jo, tha Alba. Ti po më gjykon pa e kuptuar lojën time. Dhe kjo është më e keqe. Ajo e shikoi drejtë në sy. Nuk jam frikacake, tha ngadalë. Jam e vetëdijshme. Dhe po, ndonjëherë vetëdia duket si frikë për ata që nuk e mbajnë barën. Në atë moment, diçka ndryshoi. Ludo nuk buzëqeshi më. Ai e kuptoi që Alba nuk ishte duke u justifikuar, ajo po vendoste kufi. Unë nuk kam nevojë t'i afrohem Dolces për me u duk, vazhdoi Alba. As për me provu diçka. Kush jam unë, shihet edhe pa zhurmë. Një heshtje e gjatë mbushi dhomën. Kamera kapte fytyra që reflektonin. Ky nuk ishte thjesht debat. Ishte një moment ku publiku do të ndahej në dysh, ata që do ta quanin Albën të tërhequr dhe ata që do ta shihnin si të zgjuar. Ludo foli më butë këtë herë. Ndoshta ke të drejtë, tha. Por mos haro, kjo është Big Brother. Heshtja ndonjëherë keq kuptohet. Alba e pranoi me një tundje koke. E di, tha. Por zhurma keq kuptohet edhe më keq. Dhe me këtë fjali, ajo e mbylli diskutimin. Banorët u shpërndan ngadalë, por tensioni mbeti pezull në ajër. Ky moment do të diskutohej gjatë, në dhomën e rrëfimit, në rrjetet sociale dhe në mendjet e publikut, sepse në Big Brother Kosova nuk fiton gjithmonë ai që afrohet më shumë, por ai që e di kur të ndalet.